Ditët e fundit vend i hynë është përfshirë nga temperatura ekstreme të ftohta. Këto temperatura janë djerë edhe në qytetin e Elbasanit. Ata që e kanë të vështirë të mbrohen nga këto temperatura janë familje që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe nuk kanë mundësi të sigurojnë ngrohje. Dramatike paraqitet situata për çiftin e moshuar Raifi në lagjen 5 Maj. Ata jetojnë në një banesë të lagësht pa ngrohje. Mungesa e ngrohjes ka bërë që i moshuari të përfundojnë në spital, ndërsa bashkëshortja e strukur në batanie thot se askush nuk është gjetur pranë këto ditë acarta. Me zërin që i dridhet, e moshuara thot se gjymtyrët nuk i ndjen për shkak të ftohtit. Unë tani jam e verbër, nuk shikoj nga tensioni, edhe plak unë e kam të smur. Në këto ditë e ftohta ja në përbataniet përima, dhe s'kam njeri për shembull që të vinë të na ndihmojnë, të na ashtu çfarë do më bëjnë komshitë. Ju lutem shumë, dua një ndihmë nga juve. E moshuara me probleme shëndetësore kërkon ndihmën e autoriteteve që njerëz të vetmuar si ajo të mos jenë vetëm. Dikur e nxirrte bukën e gojës duke lypur, por sot ka të pamundur të dalë rrugëve. Thirrja ime është për bashkinë, për shembull që të na japin një farë ndihme dhe të vinë të më rregullojnë shtëpitë, se më bien gjithë suatimet sipër neve. Nuk guxojmë dot të ham një çik bukë për shembull, se ja gjithë plurat na ngjiten në për gojë, kuptonte? E vetmja ndihmë financiare për të dy të moshuarit është pensioni minimal prej 7.000 lekë që merr bashkëshorti, ndërsa vetë ajo merr vetëm 3.000 lekë asistencë, por ato nuk i dalin as për ilaçe, ndaj shpesh janë fshinjet ata që i sjellin ushqime. Ajo me një pension për shembull nuk i dalin ilaçet e plakut që merr. Nuk i dalin për veten e saj tani që është e verbër nga syt. Si mund të veproj kjo familje? Ku është bashkia tonë? Ku është shteti tonë që të ndihmoj një familje të varfër? Ajo vetëm në përbataniet, po, unë nuk e kam patur mundësi që ta ndihmoj për shembull t'i sjell një cop dru. Është 50-60.000 lekë, kam pyetur për dru është 60.000 lekë metri. Jam vetë burë vetë grua, edhe prandaj me mundësi që kam patur e kam ndihmuar dhe këtë. Pa ndihmën e fëmijëve të cilët mezi sigurojnë mbijetesën e tyre, çifti të moshuarve në Elbasan lutet për ndihmë në pritje të daljes së bashkëshortit nga spitali. Kjo nën po kalon ditë vërtet të vështira.